Një qytetar 61 vjeçar, banor I një fshati të rrethinës së Gostivarit, ka denoncuar se është mashtruar nga një person me inicialet SHF nga Tetova gjatë një marrëveshjeje për blerje në një apartamenti. Sipas kallëzimit të paraqitur në polici, ngjarja ka ndodhur gjatë muajit prill të vitit 2025, kur viktima kishte rënë dakord me SHF për të blerë një apartament në Tetovë. Në bazë të marrëveshjes, 61 vjeçari kishte dorëzuar shumën prej 17.740 euro, si ka parë për blerjen e pronës. Megjithatë, sipas deklaratës së tij, pas dorëzimit të shumës së parave, nuk është nënshkruar asnjë kontratë shitblerjeje, ndërsa SHF ka filluar të shmang çdo komunikim dhe takim të mëtejshëm. Kjo ka çuar në dyshimin se bëhet fjalë për një mashtrim të qëllimshëm. Autoritetet policore kanë filluar procedurat hetimore dhe janë duke ndërmarrë masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, me qëllim të identifikimit të përgjegjësisë penale dhe rikuperimit të dëmit të shkaktuar. Policia apelon tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm gjatë marrëveshjeve të tilla financiare, veçanërisht në mungesë të kontratave zyrtare dhe dokumentacionit ligjor për blerje të pasurive të patundshme.